Por edhe vëllimi i dytë, rebeli, pse rebeli, dhe të them drejtën është një vëllim për një periudhë shumë të shkurtër kohor, 4 vite, por shumë i ngjeshur dhe më shumë informacion që trajton Nolin si politikan, drejtues shteti, reformator, por që vizionet e tij, e thoni edhe vetë demokratike, e thonin libër mbetën në letër, po asi nuk i realizoi. Po, Noli mos harrojmë që ishte njëri shumë impulsiv, nuk do ta mendojmë Nolin si një prift kështu që flet me fjalë të buta, të ngadalt, e kështu me radhë. Noli ishte njëri shumë impulsiv. Nxehej lehtë edhe kërkonte që gjërat bëheshin shpejt. Për shembull, unë arri aty në përfundimin që Noli nuk donte të bënte zgjedhje në Shqipëri. Nuk donte të bënte zgjedhje sepse nuk e donte parlamentin. Parlamenti thotë na prish punë. Edhe në fakt, një njeri që s'është demokrat, kështu besoj se e mendon, sa të rrim të bëjmë debate në parlament, hajde ta kalojmë një ligj shpejt edhe të mbarojmë punë. Mirë, po demokracia është ngadalt dhe është një proces që kërkon durim, dhe Noli nuk e donte parlamentin dhe për një arsye tjetër, sepse ai kishte frikë se në rast se bënte zgjedhje parlamentare, atëherë ai nuk do të zgjidhej më kryeministër. Kështu që ndjente, këto janë të dokumentuara. Që Noli dal nga dal rrëshqiti në ato premtimet e tij demokratike. Ai kur erdhi në fuqi në 17 qershor 1924, hartoi një program me 20 pika dhe pika e dytë e programit ishte dënimi ose ndëshkimi i kundërshtarëve politik. Imagjinoni. Edhe kur e çoi programin të ndëshkojmë në pikën e dytë, pika e dytë ishte. Kur e çoi programin e tij në Londër ishte Mehmet Konica, vllai i Faik Konicës, ishte ambasadori i Nolit ose ministër fuqiplot, siç e quajmë ne. Dhe ai kur e pa programin u skandalizua dhe hoqi pikën 2 dhe i tha Nolit që e hoqja atë pikën 2 se mos na prishin punë këta anglezët se do na shikojnë. Ilir, po pse rebeli? Pse rebeli e citove këtë radhë? Po Noli u tregua, si thua, u rebelua kundër një trashëgimie feudale që kishte Shqipëria dhe vendosi që këtë rebelim, si thua, ta shprehte edhe në politikë. Edhe kur erdhi puna që u varros Afni Rustemi, për të cilin të gjithë ishin këta të majtët, me fjalë këta liberalët ishin të mendimin se ishte kryer nga Zogu, vrasja e Afni Rustemit, gjë që nuk është vërtetuar.